Zgjohu, shqiptar, Europa të ka lënë në duart e krimit. Shqiptarët e kanë pasur gjithmonë syt nga perëndimi. Brezat të tërë kanë ndëruar Europën si shpëtimin, si rrugën e ndritshme drejt drejtësisë, dinjitetit dhe jetës së merituar. Por sot, pas 3 dekadash tranzicion, ëndra është kthyer në tallje. Europa që predikon demokraci, transparencë dhe shtet ligjor, mbyll syt përballë realitetit të hidhur të një Shqipërie të kapur nga krimi, të udhëhequr nga një klasë politike që ndërroi vetëm fytyrat, por jo duart. Duart që janë ende të zhytura në lumin e korrupsionit, drogës dhe pastrimit të parave. Ditën, qeveria shqiptare i bie kambanës së lavdeve për Bashkimin Evropian e për Amerikën. Flet për integrim, për aleanca strategjike, për misi të përjetshme. Por natën, po ajo qeveri hap duart për të mbushur me paratë e krimit, me tendera të manipuluar, me kontrata klienteliste, me premtime që shiten për vota e për heshtje. Në mëngjes del në televizor me flamurin e BE-s në krah, në darkë firmos marrëveshje që i japin pushtetin mafjes. Dhe Europa? Hesht. Hesht me një qetësi të frikshme. Nuk sheh, nuk dëgjon, nuk flet, sepse interesat janë më të mëdha se parimet. Në Bruksel flitet për reforma, por në Tiranë riciklohen të njëjtët njerëz që i kanë shkatëruar institucionet. Në Strasburg flitet për sundimin e ligjit, ndërsa në Shqipëri drejtësia blihet si mall në treg. Në ambasadat e huaja flitet për përparim, por në lagjet e qyteteve shqiptare, rinjia ikën, të moshuarit varfërohen dhe vendi boshatiset dita ditës. Amerika? Ajo që dikur shihej si mbrojtësia e demokracisë, sot duket si bashkëpërgjegjëse për këtë tragjedi kombëtare. Në emër të stabilitetit mbështet një kast politike që ka bërë gjithçka, përveç se të sjellë stabilitet. Stabilitet për kë? Për oligarkët, për qeveritarët e lidhur me krimin, për ata që kanë ndërtuar pallate mbi djersën e popullit? Po, ky është stabiliteti që lavdërojnë ambasadat. Një stabilitet që mban në ndhun popullin, që shuan çdo zë kritik, që i mbyll rrugën drejtësisë. Shqiptarët janë më të vjetrit në këtë kontinent. Ndërsa të tjerët ndërtuan perandori, shqiptarët mbjetuan. Por sot, kjo mbjetesë po vdes ngadalë, jo nga ndonjë pushtues, por nga miq dhe qeveritarët që shiten si shpëtimtar. Shqipëria po vdes çdo ditë nga brenda. Nga padrejtësia, nga korrupsioni, nga mashtrimi. Është koha që të ndalet së kërkuari shpëtim nga jashtë. Europa nuk do të shpëtojë. Amerika nuk do të shpëtojë. Sepse ata nuk duan që ti të jesh i lirë, duan që të jesh i bindur. Një komb i varfër është më i lehtë për t'u kontrolluar. Një popull i lodhur nuk ngrihet. Një popull që pret nga të tjerët nuk fiton kurrë dinjitetin e vet. Prandaj, zgjohu, shqiptar. Zgjohu nga gjumi i ëndrave europiane. Shpresa nuk ndodhet në Bruksel, as në Washington, është në duart e tua. Zgjohu sepse po jetojmë çdo ditë, por po vdesim vetëm një herë. Dhe nëse vdesim si popull që nuk luftoi për dinjitetin e vet, atëherë vdekja jonë do të jetë turpi më i madh i historisë sonë. Zgjohu, shqiptar, sepse askush nuk do ta bëjë për ty.